Nga kjo rrugë kemi parë shumë video promovuese. Premtime për ndërtim të shpejtë të rrugës pasi përbën një rrugë strategjike për vendin tonë. Mirë po, edhe pas rreth një dekade, rruga Shkup-Blac vazhdon të mbetet njëra nga projektet më të zvarritura infrastrukturore në Maqedoninë e Veriut. Segmenti kryesor i rrugës prej 10.2 kilometrash ende nuk ka nisur të ndërtohet. Krahas gjithë këtyre prolongimeve të punimeve, zëvendës Ministrja e Transportit Kaltrina Zekolli hedh një shpresë të re për jetësimin e këtij projekti. Ajo për të vëshenjën shpreh optimiste se punimet në këtë rrugë do të nisin shumë shpejt. Mund të them që pjesa e të renderimit është përfunduar, po presim përgjigje nga Banka Evropiane për rikonstruim dhe zhvillim, ata e kanë fazën finale të fjalës së fundit sepse kemi grant nga ta dhe kemi kredi. Kredia është diku 160 milion euro, ndërsa grantin që e marrim është 30 milion euro. Unë jam optimiste se shumë shpejt do dalim me një lajm shumë të mirë për këtë rrugë, por nuk mund të jap ende informata shumë më të detajuara. Projekti për autostradën Shkup-Blac daton nga viti 2014. Pas premtimeve disa vjeçare, ndërtimi i segmentit të parë filloi në vitin 2020. Zyrtarët e partisë ato kohë në pushtet BDI me video lavdëroheshin për këtë projekt, i cili nuk përfundoi kurrë. Kosova në anën tjetër ka përfunduar pjesën e saj prej 56 kilometrash në vetëm 5 vjet. Autostrada Arben Xhaferi shtrihet nga Prishtina deri te kufiri i Kosovës me Maqedoninë e Veriut dhe është i qarkullueshëm që 7 vjet.